Për kryetarin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Majlinda Bregu, tashmë qeveria duhet të përgatisë me shpejtësi një strategji për çeljen e negociatave. Unë do doja dhe në emër të Këshillit Kombëtar të Integrimit të ftoja qeverinë që në një mënyrë në mos urgjente, por pa humbur asnjë orë më shumë, të konsultoj me ne nëse s'ka sigurisht që do duhet ta përgatis, por nëse ka një dokument i cili do të jetë udhërfyesi dhe baza jon për çeljen e negociatave. E përsëris ta konsultoj sepse qëllimi kryesor i këtij këshilli është jetë i përfshirë qysh në hapat e parë dhe jo për të marrë dijenim mbasi dokumentat të jenë përfunduar. Për hartë datën, një pjesë e rëndësishme të përgjegjësisë për vonesat në këtë proces i ka politika. Është një stacion i cili jo vetëm na bën të reflektojmë arritjet, por domosdo edhe ato defekte, ato mos realizime që e kanë bërë këtë proces, një proces të zgjatur dhe të vështirë, pikë së pari duke patur një konfliktualitet përgjithsisht në politikën tonë, është një nga elementet kryesor që e kanë mbajtur Shqipërinë të vonuar në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Integrimit vjen vetëm pak ditë pas publikimit të raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, i cili rekomandoi hapjen e negociatave për vendin tonë.